nëse është në pyetje një zbatimi ligjit, atër duhet të nështrohen të gjithë ligjit. Domthonë edhe politika duhet të nështrohet ligjit, e jo ligjit të nështrohet politikës. Në rastin konkret kemi të bëjmë me zbatimin e ligjit. Është fakt natyrë se vërtet Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor e kanë neglizhuar rastin dhe kërkesat të cilat janë ndërzuar për dorëheqje, këto ndoshta të shqyrtohen shumë në kohë më parë kur i kanë ndërzuar. Mirë, po këta e kanë neglizhuar edhe si duket sipas bindjes time kanë pasur presion politik që mos i shqyrtojnë ato kërkesa. Tani ka koha që të shqyrtohen kërkesat, edhe pse është një kërkesë, është kërkesa e këtyre personave, prokurorëve tash rastin konkret, por edhe gjyqtarëve që ti tërheqin kërkesën për dorëheqje. Mirë po, kish me qenë një precedent jashtëzakonisht i dëmshëm për sistemin e drejtësisë, sikur të miratohet kërkesa dhe të kthehen ata në punë. Vetëm duhet bëhet një dallim se ligji nuk përmend aty komunitetin serb, a shqiptar, a komunitetit tjera. Çka të bëjmë me qytetarët, cilët gjyqtarët, prokurorë që janë këndaj, për shembull, nga Shanis, Prishtinë, Shterpës punojnë, kanë punu të nkuon. Këta kanë qenë dirigjuar dhe të manipuluar nga pushteti serb. Duke u koordinuar me ta, kanë dhënë dorëheqje kolektive. Andaj këta duhet të marrë përgjegjësinë për këtë. Ata kanë vepruar në presion politik. Por fakti që Këshilli Prokurorial, pra nuk i ka shqyrtuar 4 vjet dorëheqjet, tani është thjesht neglizhencë, siç po thoni neglizhencë, sepse nëse edhe ata nuk kanë vepruar si pasojë e presionit politik, kemi të bëjmë më tepër me guximin, dhe sa me neglizhencë, siç mund ndodh, nuk i vjen radha, harrohen, cila qëndron këtu. Nga praktika gjyqësore, ne kemi pas përvojat gjata me këto çështje të dorëheqjeve, kur nuk duhet, për shembull kërkesa për dorëheqje dorëzohet, po ti duhesh me vazhdu punën, që ti liroj nga punave. Dhe presidentja Udeja e mor një vendim tillë dhe i liroj nga puna që o dashtë shumë herët. Por u liruan nga puna kur ata u penduan dhe kërkuan të kthehen në punë, tek tani u liruan. Kush do të garantoj që nesër dhe këta do të dirigjohen nga Beogradi dhe apet do të tërhiqen? Zoti Hoxha, ju si e shihni pra momentin kur ka dhënë dorëheqje që ka qenë në presion politik. Tani, përpjekja për të kthyer, a është prapë orkestruar politikisht, apo thjesht janë penduar dhe duan vendet e tyre të punës? Kjo për fillim. Po, prej fillimit, ky proces ka qenë i politizuar nga me direktiva qarta nga qeveria e Serbisë. Gjithë policët, stafi mbështetës i prokurorëve, i gjyqtarëve, vetë prokurorët dhe gjyqtarët, kanë qenë të instrumentalizuar nga lista serbe dhe nga qeveria e Republikës së Serbisë. Pra që nga fillimi ka qenë puro politik ky proces, por fatkeqësisht i administruar keq prej këshilleve përkatëse, për shkak të mos shqyrtimit të dorëheqjeve të tyre, sepse po flasim për një pushtet pavarur, siç është sistemi prokurorial dhe gjyqësor, që ndajnë drejtësi, prandaj nuk do duaj që të ndodhte që vendosja për dorëheqjet e tyre, për tërheqjen e kërkesës së dorëheqjeve, të ndodhte vetëm kur ata bëjnë kërkesë për të rikthyer në punë. Pra janë 4 vite që është administruar keq procesi dhe kjo natyrshëm ka kriju perceptimin që po priten që ata të rikthehen me procedurat të përshpejtuara dhe nuk është rasti vetëm kur ka ndodhur kështu integrimi apo riintegrimi qofti strukturave paralele, qofti punonjësve të ndryshëm të komunitetit serb me direktiva natyrisht dhe po e quajmë me rekomandimet partnerëve ndërkombëtar për shkak të përmbushjes së këtyre kritereve etnike të komuniteteve jo shumicë Kosovë, që Kosova i plotëson në plotëni gjitha standardet, madje është edhe shumë hapa larg disa vendeve të Bashkimit Evropian për plotësim drejtave të komuniteteve, por me gjatë Këshilli Prokurorial të 2 këshillet, edhe ai gjyqësori i cili ka saktuar të premten mbledhjen e Këshillit për ta shqyrtuar kërkesën e presidentës për të marrë epilog dorëheqjet e gjyqtarëve serb, do duhej që të kishin vepruar me kohë dhe mos të përdorim standarde dyfishta. Para pak kohësh ju keni dhënë si lajm një prokuror i komunitetit shqiptar i sapo dekretuar në periudhën provuese dha dorëheqje, ju parashtroi Këshillit, u liru nga detyra dhe nesërmën filloi punën në një
kompani si duket. Pra, nuk guxon këshillit Praktika këtë do duhet standarde. ishte e njëjtë për Do duhet ishte e njëjtë sepse këshillet janë administrator të një sistemi cili pritet nga i cili ndarja drejtësisë. Dhe në praktikë e bën një gjë të tillë, prandaj me këto veprime, me këtë neglizhencë, me këtë administrim të keq të procesit, tashmë kanë kriju perceptimin që ky proces është i politizuar. Na janë përgjigjur se po keni të drejtë në parim, mirë po Serbia ka ndikim në Kosovë, janë strukturat që i ka krijuar Serbia atje, ne pajtohemi se ato duhet të shpërbëhen, mirë po duhet të bëhet në mënyrë graduale, në mënyrë të koordinuar me bashkinë ndërkombëtare, në konsultim edhe me popullatën lokale atje, në mënyrë që ajo popullat të mos ketë pasoja. Kjo është sqaruar disa herë. Dhe të them të drejtën, unë vetë kam kritikuar shumë Bashkimin Evropian për qëndrime të ndryshme apo për standarde të dyfishta, mirë po gjithmonë kur kanë thënë se serbët duhet të kthehen në strukturat e Kosovës, e kanë thënë se kjo duhet të bëhet në bazë të kushtetutës dhe kornizës ligjore të Kosovës. Këtë e kanë thënë, ndonë se kjo nuk i ka pëlqyer Beogradit. Prandaj unë nuk dua të hyj kush ka pasur të drejtë e kush jo. Mirë po Kosova në përvojën e vetë se edhe kur ka pasur të drejtë, ka pasur pasoja për veprimet që i ka bërë në të drejtën e saj. Prandaj, ndoshta do të duhet të ketë një komunikim më të sinqert prapë në mes të faktorit ndërkombëtar dhe strukturave të Kosovës. Bëja ka të drejtë edhe kur kërkon që diçka që nuk është e ligjshme, e ndërhyet si në rastin e rënimit të viljave të thotë që nuk është rregull. Por, na thuaj edhe një pyetje. Tash e pash reagimin e zyres së Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe me sa mu duk mua, problemi qëndron në faktin se janë rënuar pa pritur përfundimin e procesit gjyqësor dhe nuk ka pasur një vendim, këtu ishte reagimi. Dhe prapë, sidomos këtu, Mimoza, disa diplomatë evropian thonë se si veprohet në Kosovë në rastet të ngjashme në pjesë tjera të Kosovës. Nëse nuk veprohet në mënyrë të ngjashme, atëherë dikush mund të sheh elemente se kjo po bëhet vetëm në veri e nuk po bëhet në pjesë tjera.